Duhet të mendoj për veten e saj edhe të shikoj jetën e saj dhe jo jetën e protestuesve, sepse patjetër unë kam drejt me dhënë mendimin tim sikur e dha ti, unë kam drejt me dhënë mendimin tim. Por unë nuk e ofendova. Unë nuk po shoh ata protestuesit, por për mua është e parasyshme. Apo mendimi i lirë përfshin ofendimin. Mendoj që aty pushon se qeni mendim i lirë. Patjetër, por nuk ke drejt, ti nuk ke drejt mu me më kufizu për me dhënë mendimin e lirë. Ju po ofendoni dhe në momentin që ju po ofendoni, ju më jepni të drejtën që t'ju përgjigja. Jo, unë thash që për mua, unë thash mendimin tim që mu më duket e parasyshme. Dhe pa ofenduar. Po ju informoj që fjala pa lidhje është ofenduese, nuk hyn tek epitetet pozitive, thjesht ta keni parasysh radhës tjetër kur ju pyesin, që kur të shprehni mendimin tuaj të lirë, mendimi juaj i lirë mos përfshi ofendime. Zaklina, ti atje po na po flasim në aspektin se si po bëhet organizimi këtu në protesta. Unë nuk parapëlqej kur jam e ftuar në një emision që të dëgjoj bashkëbiseduesin që ofendon qindra mijëra njerëz. Jo, nuk po ofendoj. Thjesht po ofendoj. Thjesht po nuk po ofendoj. Mendimi është i imi, personal. Thjesht nuk po ofendoj. Mendimi juaj personal nuk mund të përfshi ofendime. Nuk po ofendoj. Nuk quhet më mendim personal kur ai ofendon qindra mijëra individ të tjerë. Kështu që ju lutem rishikoni edhe një herë fjalorin tuaj. Okej, në rregull. Ama unë thash si person që jetoj në Kosovë që unë nuk e kam pasur arsyeshme me shku me bë protestë në Tiranë. Nuk dia e kuptove. Kjo është shumë mirë. Okej. Sa pa lidhje është koha e të tjerëve, nuk mendoj që ju takon juve ta vendosni dhe mendoj që është mjaft ofenduese kjo që thoni, kështu që aja thon aspektin personal pa lidhje me unë me marr pjesë. Dgjoj, nuk e dia e kuptove. Unë thash në aspektin personal, për mua është pa lidhje me shku me bë protestë në Tiranë që unë jetoj në Kosovë. Po, dhe fjala pa lidhje, Okej.